Urgjentisht duhet të riarmatosim Europën. Ursula von der Leyen mesazh Trumps, mund të pushtosh fqinjët e tu. Drejtuesja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e përshkroi samitin e liderëve në Londër një diskutim të mirë dhe të hapur. Ajo tha se ata diskutuan për nevojën për garanci të plotë, sigurie, duke përfshirë vendosjen e Ukrainës në një pozicion të forcës dhe sigurisë që ajo të ketë mjetet për të forcuar dhe mbrojtur veten. Ajo thotë se kjo shtrihet nga mbijetesa ekonomike deri tek qëndrueshmëria ushtarake. Von der Leyen duhet të kemi një rritje të mbrojtjes, duhet veproj masivisht, duke shtuar se nevojitet një plan i qartë nga Bashkimi Evropian dhe një qasje për bashkët europiane. Tani është me rëndësi të madhe që të rrisim shpenzimet, është e rëndësishme që të përgatitemi për më të keqen, tha ajo. Ajo ka këmbgulur se urgjentisht duhet të riarmatosim Europën, duke shtuar se kontinenti duhet të rritet masivisht dhe të ketë një rritje në mbrojtje. Ajo gjithashtu dërgoi një mesazh për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, duke thënë: "Jemi gati së bashku me ju për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur parimin, se ekziston një rend ligjor që nuk mund të pushtosh fqinjët e tu ose të ndryshosh kufijt me forcë. Është në interesin tonë të përbashkët për të parandaluar luftrat e ardhshme", shtoi ajo.